Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të fillojmë nivelin e dytë të gjuhës angleze dhe kemi mësimin e parë, pra mësimi i parë i nivelit A2. Do të ndalemi tek këto aspekte shkurtimisht. Përdorimi i foljes be, disa gjëra do t'i rikujtojmë, meqense për shumicën e juve që tashmë keni parë videot e nivelit të parë, një keni mësuar disa nga aspektet, kështu që do rikujtojmë disa aspekte dhe do shtojmë disa të reja. Do flasim edhe një herë për emrat, pronouns, I, you, he, she, it, we, you dhe they, numrat nga 1 deri te 20, numbers from 1 to 20, ditët e javës, days of the week, dhe do të flasim për disa tinguj të ndryshëm që japin zanore, sidomos kur kombinohen me njëra tjetër, vowel sounds. Le të fillojmë pak. Do të kemi 3 biseda të shkurtër dhe shikojmë se si kemi përdorimin e përshëndetjeve dhe përdorimin e shprehjes gëzojmë që të takoj, nice to meet you. Ndërmjet personave të cilët e njohin njëri tjetrin ose përdorin formën jo formale, dhe për personat që ndoshta nuk e njohin njëri tjetrin ose janë në ambiente të saktuara kur është e nevojshme të përdoret forma formale. Okay? Në të majtë fillojmë. Kemi 2 persona A dhe B. Hi, I'm Tom. What's your name? Anna. Sorry. Anna. Okay? Pra, përshëndetje, unë jam Tom, si është emri juaj ose si quhesh? Anna. Vini re se si Tom përdor fjalën sorry në pyetje. Okay? Kryesisht ne kemi parë tani deri tani me kuptimin që më vjen keq. Okay? Por mund të përdorim edhe në formë pyetje kur nuk e dëgjojmë ose nuk e kuptojmë qartë atë që thot personi. Pra në këtë mënyrë e ftojmë personin që ta thot përsëri. Në të djathtë kemi 3 persona, A, B dhe C. Kemi vajzën, babajnë e saj dhe një person që ajo njeh ndoshta i dashuri i saj. Hi dad, this is Dave. Përshëndetje babi. Shikon brenda familjes, themi hi, nuk para themi hello. Ky është Dave. Si në shqip, kur prezantojmë dikë, nuk themi he ose she, themi ky ose kjo, meqense edhe personi është afër nesh. Edhe në anglisht do përdorim this is, ky është, kjo është. Hello, nice to meet you. Përshëndetje, gëzojmë që të takoj. Kur dikush na thot nice to meet you, mund t'i themi edhe ne të njëjtën gjë, pra nice to meet you. Në disa raste nëse mund të vendosim edhe to me kuptimin gjithashtu. Vazhdojmë akoma, kemi edhe një bisedë tjetër të shkurtër ndërmjet 2 personave. Personi A, hello John, how are you? Përshëndetje John, si je? I'm fine, thanks. And you? Jam mirë, faleminderit. Dhe ti? Very well, thank you. Shumë mirë, faleminderit. Pra, shikojmë edhe një herë në të djathtë. Kemi shprehje të cilat mund të kenë të njëjtin kuptim, por do të përdoren në situata të ndryshme. Në të majtë i kemi në formën jo formale, në anglisht do t'i thoshim informal, pra të rinj ndoshta me njëri tjetrin, brenda familjes, me personat që njohim dhe kështu me radhë. Kurse formal, forma formale, me personat më të rritur, persona që nuk i njohim në zyra ose në ambientin e punës. Okay? Keni parasysh që këto kanë të njëjta kuptime njëri tjetrën, thjesht ndryshon momenti ku do t'i përdorim. Hi, hello, I'm, my name is, fine, very well, thanks, dhe thank you. Edhe këtu kemi bisedë të shkurtër. Hello, I'm Erin. What's your name? Ella. Nice to meet you, Ella. Vazhdojmë atej. Të shohim pak për përshëndetjet, që në anglisht i themi greetings. Okay? Keni parasysh që fjala greetings mund të përdoret për përshëndetjet, pra kemi në shumës, përshëndetjen në përgjithësi, por edhe këtë si fjalë mund ta përdorim edhe për të përshëndetur të tjerët. Okay? Cilat janë disa përshëndetje normale ose më të përdorshme në anglisht? Kemi good morning, mirëmëngjesi, kuptohet ta përdorim deri në orën 12 pak a shumë. Kemi përshëndetjen good afternoon, okay? Që teknikisht në shqip do të ishte mirëdita, fjalë për fjalë afternoon masdite. Ta përdorim nga ora 12 rreth orës 6. Pastaj kemi good evening, mirëmbrëma, kryesisht mbas orës 6. Tani përdorimi i orës është pak relative, sepse varet pasaj kur rrësohet dhe jo në universitetet të stinëve. Okay? Dhe good night is usually used to say goodbye later on at night. Okay? Pra kur e përdorim natën e mirë. Okay? Prandaj edhe këto dhe zakonisht përdoret për të thënë mirupafshim natën vonë. Okay? Shikojmë pak në anën
e djathtë, present tense, koha e tashme. Do të shikojmë formën. Okej. Rregullova kamerën, më falni, vazhdojmë. Atëherë, koha e tashme. Koha e tashme thjesht i referohemi shpesh, do ta dëgjoni si simple present ose present simple në versionin britanik. Është e njëjta gjë. Shojmë dy format, formën e plot, full form dhe contraction. Edhe një herë, për ju që keni ndjekur atë video të nivelit të parë, shumicën për këtyre gjërave do t'i dini tashmë. Verb be, affirmative or positive form. Pra folja be në formën pohore. I'm your teacher. Si e shkurtojmë? Mund të shkurtojmë me I. I'm your teacher. You are in room 4. Ti je në dhomën 4. You're in room 4. He is Mark. He's Mark. She is Linda. She is Linda. It is a phone. It's a phone. We are students. We're students. You are in class 2. You're in class 2. Keni parasysh që is edhe are më vonë do të shikojmë që mund të shkurtohen te forma negative në dy forma të ndryshme. Okay? Aspekti i fundit, shembulli i fundit, they are teachers, they're teachers. Okay? Pra shikojmë edhe një herë forma e plot dhe forma e shkurtuar. Keni parasysh që si forma e plot si forma e shkurtuar kanë totalisht të njëjtin kuptim. Zgjedhim ne nëse do përdorim njërin ose tjetrën. Vazhdojmë më tej. Shikojmë pak përdorimin e përemrit I. Keni parasysh që përemri I teknikisht dhe shkronja I e madhe dhe edhe shkronjën e I të madhe kur e themi sipas alfabetit anglez, do themi I. Okay? Por kur e shkruajmë në fjali, të jemi të kujdesshëm që ta shkruajmë gjithmonë me shkronjë të madhe. Kuptohet, nëse është në fillim të fjalës, automatikisht do shkruhet me shkronjë të madhe, por edhe nëse kemi në mes të fjalës përemrin I, do ta shkruajmë gjithmonë me shkronjë të madhe. Këtë thotë edhe pika e parë. Use capital I, capital, kur i referohemi shkronjave, do thotë shkronjë madhe. Për shembull, I'm your teacher. Nuk themi I'm me I të vogël. Pastaj kemi përemrin you, që tham mund të përdoret për njëjës, singular, kur i drejtohemi një personi, një individi, pra ti, dhe mund të përdoret edhe në shumës në plural, kur i referohemi disa personave. Use he for a male, përdorim he për një mashkull, njerëzit, boy or a man, përdorim use she for a female, përdorim she për gjinin femërore, girl, a woman. Use it for a thing, not a human. Dhe it do ta përdorim për të gjitha ato rastet që do na duhet të themi ai ose ajo, por kur nuk kemi të bëjmë me njerëzit. Use they for people and things. They është e përgjithshme, ata ato si për njerëzit, sendet, kafshët, nuk ka ndonjë ndryshim. Pastaj, aspekti tjetër thot in contraction, a missing letter. Çfarë thot? Në shkurtim do të kemi disa shkronja që mungojnë, ose më saktë ne I heqim kur bëjmë shkurtimin. Për shembull, kur ne bashkojmë I me do të bjerë I-ja dhe do të vendosim një apostrof ndërmjet I dhe shkronjës më I'm. Njëjta gjë ndodh me is, bie I-ja, vendosim apostrof, he is his, dhe me are, bie A, vendosim apostrof ndërmjet përemrit, që do përdorim there e you are, your. Okay? Kur I përdorim për shkurtimet, zakonisht I përdorim në biseda, prandaj edhe pika e fundit thot use contraction in conversation. Pse specifikon këtë? Në përgjithësi kur shkruajmë, tani nëse I dërgojmë një mesazh një familjar ose një shoku shoqe, mund të përdori shkurtimin, nuk është problem. Por nëse shkruajmë një email ose një letër formale, është mirë të mos përdorim shkurtime. Okay? Tani, të flasim pak me pronunciation. Pronunciation është një nga aspektet më të vështira të gjuhës angleze. Përse? Ajo që bën të vështirë, sidomos për ne si shqifolës, që jemi mësuar që çdo shkronjë jep një tingull të saktuar, mirërisht në anglisht nuk është e njëjta gjë. Shkronjat mund të japin tingullin sipas shkronjës, mund të japin tingull ndryshe, ndonjëherë nuk lexohen fare, ndonjëherë një shkronjë mund të japi dy tinguj, dhe nga ana tjetër dy shkronja së bashku mund të japin një tingull të vetëm. Përveç kësaj kemi kombinimin e tingujve, për shembull,
kemi kombinimin e tingullit A dhe E, që ne në shqip nuk e kemi, ose A dhe O, dhe gjithashtu përmenden edhe tingujt e shkurtër dhe të gjatë, që teknikisht ne në shqip i kemi, por nuk i kushtojmë tepër vëmendje. Për shembull mund të kemi I të shkurtër dhe mund të kemi I të gjatë. Tani pse në anglisht përmenden? Sepse jo gjithmonë, por mund të ndodhi që një fjalë, të kemi dy fjalë që thuhen me I, dy fjalë të ndryshme që thuhen me I, por njëra ka I të shkurtër dhe tjetra ka I pak më të gjatë. Dhe nëse ne, nuk është se ndodh shpesh, por mund të ndodhi, nëse themi I në shkurtër pa dashje, do nënkuptojmë tjetër fjalë nëse donim të thonim atë fjalë që ka I në gjatë. Okej, cilat janë disa fjalë që i kanë këto tinguj? Për shembull, me I në shkurtër, që simbolizohet në këtë mënyrë, pra I-ja pa pikë lart, kemi fjalë të tilla si fish, eat, this, is. Okej, ndonjëherë diferenca mund të jetë e vogël, ndonjëherë diferenca mund të jetë pak më e madhe dhe është më e qartë. Me I në gjatë, zakonisht do simbolizohet tek simbolet fonetike nga I-ja me pikë lart dhe dy pika mbas saj, që në përgjithësi dy pikat tregojnë që është I gjatë si tingull. Kemi fjalën tree, he, she, we, okay? Vini re, nuk themi we, themi we, okay? Është pak më e gjatë, do na duhet pak të ambientohemi. Mund të kemi atë kombinimin e as dhe s, që simbolizohet në këtë mënyrë, nëse vini re është sikur kemi marr a dhe n dhe kemi bashkuar të dyja bashkë. E gjejmë në fjalë të tilla si cat, ka. Vini re, nuk themi cat me a, po themi ka, cat. Thanks. Okay? Kuptohet që për disa mund të jenë pak të vështira përdorimi I këtyre tingujve. Në përgjithësi unë sugjeroj studentëve që ta anojnë nga tingulli që ngjan pak më mirë. Për shembull nëse kemi an dhe en, të shikojmë nëse mund të jetë më mirë të anojmë pak më tepër nga a-ja ose mund të anojmë pak më tepër nga e-ja në varësi të fjalës kur është e pranueshme, derisa të arrijmë të ambientohemi me tingullin a-e, cat. Përse themi kur është e pranueshme? Sepse mund të ndodhi që të ketë një fjalë tjetër që thuhet me a të plot dhe kështu mund të ngatrohemi. Okay? Në ato raste duhet kujdes pak më tepër. Pastaj kur kemi u-n e gjatë, simbolizohet nga u-ja normale me dy pika, si fjala boot, çisme, ose fjala you, okay? Mund të kemi shkronja ose kombinim shkronjash që japin tingullin dy tinguj së bashku, e-i, si train, they, name, okay? E vini re që nuk ka një rregull të saktuar, pra tingullin e-i, tingujt e-i mund t'i japi kombinimi a-i, mund t'i japi shkronja e, mund t'i japi shkronja a, nuk kemi një rregull fiks. Tani, grupimet të caktuara të rregullave kemi dhe do të shikojmë me kalimin e niveleve, okay? Edhe pse nuk kemi rregulla fikse, kemi disa aspekte që me kalimin e niveleve na I bëjmë pak më të lehtë që t'i kuptojmë se si mund të thuhet një fjalë, okay? Mund të kemi dy tingujt a-i, edhe këto mund të jepen nga një shkronjë, mund të jepen nga kombinimi I dy shkronjave, si bike, I, hi dhe my. Okay? Vazhdojmë atej. Nëse keni vështirësi gjithmonë, nëse keni ndonjë paqartësi në lidhje me këto, mund të lini një koment tek videot. Le të shikojmë pak theksin. Për sa I përket rrokjeve, stressed syllable. Fjala stress, që teknikisht e përdorim edhe për stresin, që mund të kalojë dikush në përgjithësi, kur e përdorim në lidhje me fjalat dhe fjalit, I referohet theksi. Çfarë është theksi? Për ata që ndoshta nuk e kanë të qartë. Është shkronja ose rrokja që do thuhet me zë pak më të lartë se të tjerat. Edhe kjo është e rëndësishme sepse përdorimi I gabuar I theksit mund të ndryshojë shumë fjala, mund të kuptojë një fjalë tjetër ose t'ia bëjë të vështirë personit të kuptojë se çfarë po themi. Mirë në rastin e fjalës kafe. Okay? Edhe ne në shqip e kemi theksin, por nuk I kushtojmë shumë vëmendje. Mësojmë fjalën si shtuhet dhe e themi. Për shembull, ne kafe, ku bie theksi? Ka, kafe. Okay? Nuk themi kafe, edhe pse disa persona e thonë, të ndikuar ndoshta nëse janë afër një vend ose janë rritur në një vend tjetër, Greqi, Itali ose kështu me radhë, por është e rëndësishëm theksi. Po të vini re tek fjalët që kemi në ekran, fjalët ose rrokjet që I ka bërë me ngjyrë të kuqe, është aty ku bie theksi. Edhe në anglisht për shembull, kemi ndarë në disa kategori, për shembull tek e para kemi fjalët të cilat bien te kategoria food, tek ushqimet. Kemi fjalën coffee, okay? Shikoni që theksohet e para? Coffee. Okay. Edhe pse teknikisht theksi bie te zanoria, ne themi që bie tek rrokja e caktuar, okay? Nuk themi coffee, po themi coffee. Sandwich, pizza. Okay?
disa fjalë të tjera që kanë të bëjnë me travel, me udhëtimet. Toilet, hotel, okay? Disa gabojnë dhe vendosin theksin tek oja, thon hotel, nuk është hotel, hotel, hotel. E shikoni se si ndryshon? Airport. Nuk themi airport, themi airport, theksi bie në fillim. Atëherë, nëse keni vështirësi për të kuptuar se si do thuhet një fjalë dhe ku do bie I theksi, ka disa mënyra. Mund t'i marrni shënim fjalët që përmendet në videot kur I themi bashk, mund të lini një koment dhe unë them pastaj se ku bie theksi. Dhe një mënyrë tjetër, sidomos tani me internetin që është I përdorshëm gjithandej, nëse ne shkruajmë fjalën në Google, pra shkruajmë fjalën për shembull coffee dhe meaning, M-E-A-N-I-N-G, zakonisht aty na jep kuptimin e asaj fjalës dhe na jep edhe mundësinë që të klikojmë dhe ta dëgjojmë se si thuhet ajo fjalë. Kështu që unë na ndihmoj pak edhe me pronunciation, shqiptimin, por edhe me theksin se ku bie. Kemi disa fjalë të tjera që kanë të bëjnë me communication, komunikimin, email, internet, computer. Okay? Shikoni që theksi mund të bjeri në rrokje të ndryshme, mund të jetë rrokja e parë, mund të jetë tek rrokja e fundit, mund të jetë edhe te rrokja në mes nëse kemi fjalë me 3 ose më shumë rrokje. Okay? Kalojmë pak tek numrat në të djathtë, numbers. Shumica nga ju nga 1 deri te 10, më shumë se tashmë I dini numrat, më shumë se I dini edhe nga 11 deri te 20. Atëherë kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10. Okay? Pastaj 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20. E vini re se T-E-N në fund të numrave nga 13 deri te 19 e kam nënvizuar dhe kam përmendur të kuqe. Përse? Sepse kjo do të ndihmoj të bëj ndallimin nga 13 me 30-ën, 14 me 40-ën dhe kështu me radhë. Do të shkojmë një video me radhë. Tani, për momentin, është mjaftueshme që ne të fiksojmë që mbarojnë me T-E-N, do t'i themi T-I-N, kur e themi 13, dhe theksi do bjeri në fund. Nuk themi 13, themi 13, okay? Do të ndihmoj kjo pasaj kur të shikojmë edhe numrat e tjerë në vazhdim. Për momentin mjafton të mbajmë mend këtë. Ok, ne të vazhdojmë tek aspekti I fundit, flasim pak për ditët e javës, days of the week, I kemi të shkruara këtu, Monday, Tuesday, ose Tuesday, keni parasysh që disa fjalë mund të kenë më shumë se një mënyrë se si I themi, pra më shumë se një pronunciation. Tuesday mund ta themi me U, mund ta themi dhe me U, Tuesday. Wednesday, e mërkura, Thursday, e njëjtja, Friday, e premtja, Saturday, e shtuna, dhe Sunday, e diela. Okay? Shikoni që të gjitha fillojnë me shkronjë të madhe. Përse? E kemi bërë me qëllim, meqense ditët e javës në gjuhën angleze do t'i shkruajmë me shkronjë të madhe. Days of the week start with a capital letter. Pra ditët e javës fillojnë me një shkronjë të madhe, capital letter, do thotë shkronjë e madhe. Okay? Në të djathtë kemi disa mënyra se si përshëndesim ose themi mirupafshim, saying goodbye. Okay? Të tilla si goodbye, forma e shkurtër, bye, good night, natën e mirë, see you, shifemi, mund të themi diçka më konkrete si see you tomorrow, shifemi nesër, ose ditë, see you on Sunday. Kështu kujtojmë edhe një herë, kur themi në filan ditë, do themi on Sunday. Okay? Kaq kishim edhe për këtë video. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe dëgjojmë në videon e radhës.